Ajo që u mungon sot të rinjve në përgjithësi, por dhe të rinjve fetar, është ajo ana e brendshme e etikës dhe moralit që lidhet pikërisht me sinqeritetin. Prandaj dhe ne kemi përmendur vazhdimisht, nëse mbani mend, e keni përmendur hadithin e profetit alayhi salam që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, imani, besimi është ndarë në 70 e sa deg. Dega më e lartë është fjala la ilaha illallah dhe dega më e ulët është heqja e pengesës nga rruga. Të gjitha këto ka përmendur fillimin, ka përmendur mbarimin, por nuk është e rastësishme kjo. Kjo lloj forme të shprehurit nga ana e profetit alayhi salatu wasalam. Përse fillimisht do të tregoj, duhet të ndërtosh dhe të forcosh dhe të ruash raportin që ke me Zotin, etika dhe morali me Zotin. Pastaj etika dhe morali me krijesat e Zotit, sepse ti do të jetosh me njerëzit, me krijesat e Allahut xhelle xhelalu. Dhe kjo duhet fillojë nga sinqeriteti. Sinqeriteti është që nëse unë heq pengesën nga rruga, e dua të mirën e tjetrit sikur dua për veten time, dhe nuk dua që tjetri të lëndohet, ashtu sikur nuk dua unë të lëndohem në vetveten time. Nëse kjo ndërgjegje, nëse kjo ndërgjegje e pastër, nëse kjo etik kaq e lartë, nëse ky moral kaq i bukur dhe ky sinqeritet kaq i domosdoshëm në jetën tonë do të jetë e qartë tek rinia, atëherë do të fillojë dhe analiza dhe kurimi. Ku gabova? Unë hoqa pengesën. Pse hoqa pengesën? Që tjetri mos të dëmtohet. Kurse sot kemi një jetë që ne mund të vendosim pengesa që të tjerët të pengohen, të tjerët të distancohen prej teje, të tjerët të ngelin mbrapa teje, ti je ti ai që fiton dhe jo vetëm të tjerët, ti je ai që do të jesh i pari dhe jo të tjerët. Pra, jemi duke jetuar në kohën e antivlerave. Jemi duke jetuar në kohën kur rinia nuk percepton se ç'është ndërgjegja, nuk percepton se ç'është etika e brendshme, nuk percepton se ç'është sinqeriteti. Pra ajo që mungon sot rinisë në përgjithësi, por edhe rinisë fetare gjithashtu, është përcaktimi i veprimeve të tyre, planifikimeve të tyre, projekteve të tyre, ndërtuar mbi etikën dhe moralin islam, dhe thelbi të gjithë saj është ndërgjegje e pastër dhe sinqeriteti. Nëse kemi ndërgjegje të pastër, kemi sinqeritet, do të vi analiza, do të vi kurimi i vetvetes dhe përrjedhoj do të jemi domethënë më të pajshëm me krijesat e Zotit, do të jemi më të sinqert me njëri tjetrin dhe raportet nuk do ndërtohen më në varësi të interesit apo në varësi të qëllimeve të brendshme që shumë herë njerëzit nuk i shfaqin fare, por do të jenë të ndërtuara mbi kënaqësinë e Zotit. Këtë veprim që unë veprova, këtë raport që ne ndërtuam, këtë interes të përbashkët që kemi, përpara se të kemi interes të përbashkët, është diçka që Zoti e don atë, është diçka që Zoti e ka lejuar atë, është diçka që lidhet me porositë hyjnore të Zotit, është diçka që e kënaq Zotin, kjo është ajo që i mungon sot.